Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Televizioni ju ndodhet i pranishëm kudo që janë shqiptarët, kudo ku janë gëzimet e tyre, kudo ku janë eventet e tyre. Sot ishim në një event të veçantë këtu në kishën ortodokse Shën Thomai, në të cilën ishin mbledhur mjaft bashkëdhetar në emër të një ritualit fesë krishterë ku Jezu Krishti u shpërndan ushqim dhe i kërkon dishepujve të shpërndajnë ushqim të gjithë njerëzve të pranishëm. Ata kanë krijuar një traditë të veçantë me ushqime tradicionale shqiptare, si nga korça, si nga pogradeci, ashtu dhe nga kuzhinë italiane, kuzhinë meksikane, deri kuzhinë greke deri kuzhinë kineze, dhe kjo është një traditë e re që sapo ka nisur dhe do shkojë më tej. Zoti Niko, si u lindi kjo ide? Neve nëpërmjet kësaj dite, deshim që duke emëruar International Day, të provonin ushqimet tona karakteristike të Shqipërisë, por edhe të ato ushqime të cilat janë bërë pjesë e menys tonë këtu në Amerikë. Dhe shumë nga besimtarët ju përgjigjen kësaj. Neve bëmë tavolin korçare, bëmë tavolin pogradecare, bëmë tavolin greke, italiane, meksikane dhe kineze, të tëra janë shijuar dhe kanë dalë me sukses. Kjo ishte një zakon që ka qenë në kishë 20 vjet më parë dhe neve në prag të ringjalljes tonë e ringjallëm përsëri këtë zakon dhe e shikojmë që njerëzit besoj se janë të kënaqur. Jo, janë të kënaqur vetë fakti që edhe ushqimet janë mbaruar, këto më tradicionalet i kanë marrë më të moshuarit që kanë kujtimet, por dhe të rinë, po të tjerë që janë mësuar me fast food edhe kuzhinën kineze. Kjo është një përgatitje, ndoshta, për të parë si jemi për një organizim për vitin tjetër për një festival, i cili do dojë më shumë përgatitje, po kjo ishte një si test, për të parë se si mund të bëjmë një festival ashtu si që bëjnë të gjithë komunitetet e tjera. Ja, dhe testi ka dalë me sukses. Faleminderit edhe faleminderit që erdhët sot edhe na intervistuat. Po është interesant, për shembull këtu është kjo pogradeci kuzhinë, po ka dhe jo vetëm që është nga pogradeci, po ka dhe restorant duket. Kanë restorant, nuk e kanë, po ne i ftuam të gjithë që sipas dëshirave të bënin investimin dhe të bënin sponsorizimin e tavolinave të veçanta. Dhe 2 ose 3 njerëz gjithnjë kanë bërë nga një investim, kanë bërë nga një sponsorizim dhe ky do jetë edhe zakoni për në të ardhmen. Ju urojmë suksese. Gjithë të mirat, faleminderit. Faleminderit dhe juve si televizion. Takojmë këtu dhe kryetarin e Këshillit të Kishës, zotin Aleksandër. Aleksandër, një gëzim sepse njerëzit bashkohen së bashku dhe rreth tavolinës, rreth ushqimit, rreth tryezës, është një mënyrë për t'i sjellë shqiptarët të gjithë së bashku dhe shohim që janë mbledhur sot së bashku, pavarësisht se edhe kuzhinat janë sa shqiptare aq edhe internacionale, do të thoja. Po, kjo është një event shumë i bukur, kemi
ushqim shqiptar nga Pogadeci, nga Korça, kemi edhe ushqim nga Italia, nga Meksika, nga Greqia edhe nga Kina, edhe kjo është një event të bashku të blidhim sa më shumë njerëz, si shikoni ju, kisha është plot, hajdeni dhe shijoni kishën e Shën Thomajit. Natyrisht, nuk shijohet pa ngrënë edhe shoh që një pjesë e ushqimeve kanë mbaruar. Po, ushqim, të them të drejtën, s'kemi shumë, po kjo është një gjë e mirë, kur e bëjmë vitin tjetër, do kemi sa më shumë ushqime, sa më shumë njerëz, të blidhen jo vetëm për ushqimet, por dhe për kish. Natyrisht, edhe Jezu Krishti në darkën e fundit i mlodhi njerëzit në darkë, natyrisht edhe kjo ditë dreke që shtrohet sot i mbledh njerëzit së bashku, i mbledh besimtarët së bashku, edhe me faktin që është kuzhinë internacionale, jo vetëm ajo tona që na tërhiq me nostalgjinë, por edhe kuzhina tjetër që kemi gjetur në Amerikë që rinia është mësuar me të në formën e fast foodit. Dhe njëherë faleminderit shumë Rafael për ardhjen tuaj, jemi të privilegjuar që ju kemi. Është një ditë shumë e veçantë për ne sot. Jemi mbledhur të gjithë skuq së bashku për barbequn vjetore që kemi, që bën kisha jonë. Këtë radhë pak më ndryshe sepse jemi bashkuar me 4-5 tavolina të ndryshme nga kuzhina, nga më të ndryshme si kuzhina shqiptare sigurisht, korçare, pogradecare, kuzhinën greke, kineze, kemi italianen, kemi meksikanen, kemi shumë ëmbëlsira gjithashtu. Dhe është simbolike aq më tepër sepse sot, sipas Ungjillit, Krishti siç i mlodhi turmat, edhe i urdhëroi të uleshin, edhe ju tha dishepujve, jepni juve diçka të hanë, se kishte kaluar koha, ora dhe ishte vonë, edhe njerëzit ishin të uritur. Edhe i tha dishepujve, sa ti largojmë, jep një në juve të hanë. Edhe thanë, neve nuk kemi, kemi vetëm 2 peshë dhe 5 bukë. Si t'ja bëjmë? Edhe tha, mësini mua ato, i mori, i drejtoi tek Ati, Perëndia, i bekoi, i theu, dhe ja u dha dishepujve, dhe dishepujt e tij ja u shpërndanë gjithë turmës besimtarëve. Edhe kështu sot kemi peshë, kuzhina të ndryshme, edhe po gëzojmë të gjithë si ajo ditë shumë e bukur simbolike i asaj ngjarje biblike sot. Edhe jemi shumë të gëzuar që shohim kishën kaq plot me besimtarë, me njerëz, janë të gëzuar, janë të lumtur, popime po gëzojmë së bashku për lavdit të Perëndisë. Miru takofshim në takime të tjera, nuk e dija që kishte kaq domethënie të saktë biblike, është mirë që feja të bashkohet edhe me jetën e zakonshme të njerëzve, siç e shohim edhe në këtë event. Atëherë, faleminderit shumë edhe televizionit të Ark TV, gëzuar për shumë gjithë besimtarëve tanë ortodoks mbar gjithë botës. Faleminderit. Tu takojmë zonjën Odeta Feçani, e cila ndodhet vazhdimisht në aktivitetet e kishës, mjaft e përkushtuar për ceremonialin fetar. Odeta, a u shitën këto se këtu ke kuzhinë meksikane që të djeg disi? E kemi modifikuar, e kemi bërë shqiptaro-meksikane. Po mirë. Megjithëse ka edhe shqiptarët hanë djegse, po jo të gjithë. Jo të gjithë. Okej, qa keni këtu? Kemi beef tacos, hard shell ose soft shell. Beef e gatova mbrëm, e kam bërë seasoned, me qep, me domate, me chili, normal. Sepse nuk e bëjmë me filling artificiale si Taco Bell, i kemi organike. Soft shell ose hard shell tacos, edhe të gjitha toppings, si që thonë, ose trimmings, cheese, shredded lettuce, salsa, olives, sour cream and zip sauce. And I was actually running a promotion, so I got all the kids here first. I said, all the kids that buy a meal, the first 15 kids get a free juice box. So. Changqing. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Çfarë kemi këtu? Nga keni ardhur nga Pekini?
Jo nga Korça, po jemi këtu edhe bëmi një tavolinë kineze, jemi sold out. Ishte një event shumë i bukur që kishim bërë sot, që ishin internacionale, kishim ushqim kinez, italian, grek, nga Pogradeci, nga Korça, të gjitha, kështu që ishte një event shumë i bukur. Po jo, unë jam kurios edhe këto ushqimet kineze që kanë tharë, kanë ngrënë njerëzit. Po e kanë ngrënë shumicët e fëmijëve i morën, them të vërtetën, shumë që ishin me ashtu vajtë nga Pogradeci ose nga Korça, nga kuzina shqiptare, po fëmijët e kishin shumë qejf këtë tavolinë edhe u bë sold out, si që thash, shitën gjithë dhe shumë grateful, do me thënë. Tash jemi në kuzinë italiane, një nga kuzinat më të njohura në botë. Ju punoni në një restorant italian, ajo? Jo, kam qef kuzhinën italiane, po ju nuk punoj në restorant. Keni qenë në Itali përpara apo jo? Jo, kam ender do shkoj një ditë. Do të shkosh edhe do të hash veri spaghetti, pa? Shumë mirë. Këtu ushqitën, paka shumë po shoh që pak ka mbetur. Kam ngelur pak, ja, qerekuj. Po përgjithsisht kush mori këtu se pash që Më shumë fëmijët e kanë qef, se kjo është pasta, se më shumë fëmijët kanë qef pasta, ja. dashur teleshikues, këtu s'kam kam mbaruar që ushqimi i Pogradecit me peshë të gjitha u morën nga të pranishmit, është kuzhina tradicionale gatimit të peshkut, ne e shijuam dhe është kënaqësi. Pa, ju keni restorant këtu apo se po shoh? Jo, nuk kemi restorant, jemi amator, po nga që jemi nga Pogradeci, neve dimë të gatuajmë peshkun, dimë të bëjmë sallatë dhe peshkut. Sot për shembull kishim special, nuk kishim koran. Po ku di gjem këtu ta gjem? Kishim i tilapia e pjekur në prush, me sallatë me fruta deti, me sallatë me kastraveca refresher, verë dhe raki fri paleka nga Pogradeci që na kisha dhënë për këtë ditë. Po ky djali ditë gatuaj ky. Nipçja ditë gatuaj ky vetëm ndrodhi lekat sot. Për kishën sepse normale dhe i ftojmë të gjithë që të vini në kishat tonë. Dgjoj, vetëm peshë i afrohet Koranit ose është levreku, domethënë se bronzinu që thonë ta, po deshte shumë punë dhe ishin shumë veta sot, kështu që ne munduam që me një kuzhinë të shpejtë dhe tradicionale t'i afrojmë njerëzve gjën më të mirë dhe më të shijshme që ekziston. Dhe besoj se të gjithë ushitën për gjysmore kemi shitur të gjitha, njerëzit e përqyen dhe falenderoj shumë të gjithë që kanë ardhur sot. Ç'a bëhet? Si po kaloni? Mirë, në përgjithësi, në ardhen mirë dhe shumica këtu janë nga Korça, domethënë pjesëtar. Po rëndësi ka që edhe rëndësi për kishën, edhe për njerëzit që vinë që kanë sjellë edhe fëmijët, se edhe fëmijët mësojnë në kishë gjërat, edhe unë kam vajtë që i vogël në kishë, edhe tërë jetën në kishë edhe në Korçë, po edhe këtu mu bën në 30 vjet që po vi antari kishës këtu. 30 vjet. Shumë mirë, po është një gjë e mirë ta shohim kishën prap plot. Po, ashtu është. Dhe me fëmijë, me të rinj të gjithë brezat. Edhe kur kam ardhur në fillim unë që ditën e parë që ardha këtu, u bër antari kishës dhe këtu ishte plot kisha, sa rinin edhe në muret anash rinë, aq shumë njerëz kishte. U munduam që të bëjmë një traditional korçare me kërnace, byreçka, korçare, salcë kosi, dhe sofari ishte me preferuara, pra na edhe i mbaruam. Besoj se ju kam pëlqyer. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu po e mbyllim këtë emision, mjaft tërheqës sot në kishën e Shën Thomajt, ku u organizua takimi i besimtarve, por edhe një drek e shtruar me ushqime tradicionale shqiptare dhe internacionale, gjë që gjeti mbështetjen e mjaft besimtarve, një dëshmi se kjo kishë po ecën më tej drejt bashkimit të shqiptarve, jo vetëm në emër të Jezu Krishtit, por dhe në emër të bashkrimit si identitet. Këtu mjaft ushqime ishin karakteristike si ato korçare dhe pogradecare, gjë që trashëgojnë tek brezat
edhe shihen karakteristike të vendit nga Vim. Mirë takoshim në emisione tjera.